Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, takojmë sot në MCN informacion për të qëndruar në vijim së bashku. Do të kemi të ftuar të ndryshëm për të biseduar në lidhje me tema të ndryshme të zgjedhura për ditën e sotme, por në këtë pjesë të parë të MCN informacion do të flasim për konfliktin Iran-Izrael. Në konflikt sfundmi është përfshirë edhe SBA-ja, e cila sulmoi me sukses objekte bërthamore në Iran, por më shumë mbi këtë konflikt, por dhe ndikimet që ky konflikt mund të ketë në Europë apo dhe në rajonin e Ballkanit. Me mua në studio është bashkuar Albert Mullaj, general. Zoti Mullaj, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Gjithashtu kam edhe Kristash Xharo, pedagog i marrëdhënieve ndërkombëtare, profesor, faleminderit që jeni me mua në studio. Faleminderit ju. Një përshkallëzim i fundit me përfshirjen edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë konflikt në lindjen e mesme. Si e vlerësoni këtë përshkallëzim të këtij konflikti që në fakt ka ditë që ka nisur? Konflikti ka kohë që ka nisur, por që është agravuar, ta themi. Konflikti është shumë i hershëm, siç e theksoni dhe ju. Ka kohë që ka nisur, ka patur ulje ngritjet e veta, ka patur momentet kur është qetësuar, stabilizuar situata, por gjithsesi ai ka ekzistuar si thëngjilli në një kuptim. Në këtë rast, përfshirja e Shtetet Bashkuara të Amerikës në kuptimin strategjik është shumë e rëndësishme, pasi janë e vetmja fuqi ndërkombëtare që mund të bëjë një ndërhyrje decizive, pavarësisht se në këtë rast është e anshme, sepse është në anti-izraelit, por është në të mirë të paqes ndërkombëtare. Është e vetmja fuqi që ka kapacitetet teknologjike, ushtarake edhe financiare, natyrisht dhe të informacionit, për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare këtij konflikti i cili do vazhdonte ashtu në ato parametra që kishte nisur. Unë e mendoj si një moment shumë pozitiv për paqen në rang ndërkombëtar. Pra është legjitime të themi kjo ndërhyrje, ky sulm që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, flas këtu edhe për të drejtën ndërkombëtare, pra është legjitime kundrejt? Ata kanë një marrëveshje strategjike bashkëpunimi me Izraelin, e cila parashikon ndihmën e ndërsjellë të dy shteteve me kushte. Unë nuk di të gjithë pikat e marrëveshjes, por ata ndihmojnë të dy palët njëri tjetrin, veçanërisht në fushën e sigurisë, si Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe anasjelltas. E natyrisht, në këtë rast, fakti që të dy shtetet dhe Izraeli dhe Irani godisnin njëri tjetrin, nuk cënonte vetëm shtetet respektive të përfshira në konflikt, po cënonte edhe pak më gjerë siguri rajonale, sigurinë e detit Mesdhe, sigurinë e lëvizjes të lirë të mallrave dhe të njerëzve, sigurinë energjetike në një pikpamje, kështu që Shtetet e Bashkuara dhe për vetë rolin që kanë, unë e mendoj si legjitime. Profesor, kemi të drejtën ndërkombëtare OKB, pra është legjitime kjo ndërhyrje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si mendoni, dhe si vlerësoni ju këtë konflikt në këtë pikë ku është, pra zgjati disa ditë, por SBA ndërhyri tani? Unë nuk mund të jap përgjigje për legitimitetin apo për të drejtën ndërkombëtare në një rast të tillë, por do të thosha që ishte një konflikt që po shkonte vazhdimisht drejt zgjerimit dhe ndërhyrja nga ana e Shteteve Bashkuara në këtë moment mendoj se i dha një impuls tjetër më të lartë konfliktit në këtë moment. A do të detyroj kjo të ulë palët mbas kësaj, apo konflikti do të përshkallëzohet se do të tregoj koha. Veç se një gjë është që ngjarjet po zhvillohen vërullshëm dhe asgjë nuk mund të parashikohet për ditët që vijnë. Pra, nëse bëjmë ndoshta edhe një krahasim me situatën e Irak kur u bë ndërhyrja, nuk e di nëse jam saktë, por mbaj mend që është nga OKB-ja është kërkuar një e drejtë që SBA-ja të ndërhyjë. Pra, është e njëjta situatë, sepse duat e bëj të pyetje duke u nisur për faktin, pra, ka një OKB, ka një konvent për të drejtën ndërkombëtare, nëse këto nuk respektohen, pra shkelen, çfarë ndodh? Në pikpamjet e të drejtës ndërkombëtare kam shumë të vështirë të bëj gjykimin pasi do një jurist që ta analizoj këtë gjë, por duke e parë në pikpamje të vendosjes së paqes dhe të sigurisë, po edhe në aspektin e kontrollit operacional të të gjithë situatës në lindjen e mesme,
Unë e gjykoj që vetëm një ndërhyrje e këtij kapaciteti, se pasi ndërhyrjet e tjera ju e dini ka patur dhe më përpara, ka patur negociata, ka patur thirrje të liderëve botëror të Trumpit, të kryeministit britanik, të kancelarit gjerman, të presidentit francez, të drejtuara të adresuara të dy palëve për ulje në bisedime, të cilat kanë rezultuar të pasuksesshme dhe kanë konkluduar në këtë. Ndërkohë që kontrolli i zhvillimit të armëve të dëmtimit në masë, ka një numër konvendash që të dy palët i kanë të firmosura, po ndërkohë zhvillimi i tyre në heshtje dhe në pa patur vizibilitetin e opinionit publik ndërkombëtar, natyrisht që është shumë i rrezikshëm. Po të kemi parasysh dhe tërë dinamikën e zhvillimeve në lindjen e mesme, ku një pjesë e madhe e lëvizjeve proxy kanë qenë të investuara nga Irani, e natyrisht edhe duke patur parasysh edhe dinamikën që zhvillohet rreth tyre, luftën në Ukrainë, ndërhyrje në disa rajone të botës, sepse kriza nuk është e përqendruar vetëm aty. Tani për momentin ka marrë vëmendje ndërkombëtare për shkak të intensitetit me cilën po zhvillohet, po gjithsesi konflikte në rang ndërkombëtar janë disa, në zona të nxehta janë rreth 8, nëse di unë, 22, rreth 22 janë konflikte të njohura ndërkombëtarisht, po ndoshta edhe më tepër. Edhe më tepër. Profesor, si mendon cili është objektivi final i këtij konflikti, si nga pala amerikane, por edhe nga ajo izraelite? Pyetja është interesante dhe unë do të shija këtë në një aspekt më të gjerë. Dhe do të thosha kryesisht për 4 vatra mjaft të nxehta në botë, siç është lufta e Rusisë në Ukrainë, siç është problemi i Gazës, siç është tani lufta Iran-Izrael, apo dhe Shtetet e Bashkuara, apo dhe tensionet e ndezura në Azinë Juglindore, veçanërisht në raportin Kinë-Tajvan. Të gjitha këto po e çojnë gjithë opinionin publik, apo edhe po të shohim edhe nga ligjëratat e liderëve kryesor perëndimor që bota ndodhet në një moment mjaft të vështirë. Kështu që nuk mund të përjashtohet edhe çfarë po ndodh tani në Iran me Izraelin në pamjen e përgjithshme të kësaj. Ka veçoritë e veta secili prej këtyre konflikteve, si generali mund na shpjegojë dhe më mirë diferencat apo veçoritë e luftës e Rusisë në Ukrainë, apo të Izrael-Iran, që janë tashmë 2 vende që nuk janë në kufi me njëra tjetrën, por në qonë një aspekt të ri të luftës të luftojnë, shtete edhe pa qenë në kufi me njëra tjetrën. Dhe kështu, mera unë do të mendoja që bota vërtet ndodhet në prag të një tensionit të madh. Një situatë delikate. Ajo pyetje që ju shtruat në fillim për ligjin ndërkombëtar, duhet kemi parasysh që jemi në një moment që edhe organizatat ndërkombëtare, të cilat do të merreshin me trajtimin e ligjit ndërkombëtar, nuk janë në momentin e tyre më të mirë. Fuqit kryesore ose edhe vendet më të fuqishme tash po tregojnë që pak e respektojnë këtë ligj ndërkombëtar ose nuk e respektojnë. Ekziston një diferencë e madhe midis moralit dhe ligjit. E qartë. Kemi një objekt final të këtij konflikti nga ana amerikane dhe cili mund të jetë, por sigurisht edhe nga ana izraelite. Por gjykimin tim personal, në pikpamje strategjike apo geostrategjike mund ta konsiderojmë, sepse në fund të ditës geostrategji është e tëra. Për Izraelin është shumë e rëndësishme që të eliminojë gjithë ato që ai konsideron në strategjinë e vet kombëtare rreziqe. Rreziqet e ekzistencës, ata i quajnë ekzistenciale, për iranianët i quajnë nga ana tjetër rreziqe kërcënime jetike. Këto i ka shfaqur në vitet e fundit në betejën që po zhvillon në Gaza, e cila është me shumë dritë hije brenda në pikpamje drejtës ndërkombëtare për t'u kthyer idesë tuaj, po një operacion shumë kompleks ushtarak, mëtej me goditjet që ka bërë për organizatat si Hamasin e Hezbollahun, goditjet që kreu në së fundmi në Siri, mbi kapacitetet ushtarake të Sirisë, duke shmangur dhe atë si një rrezik mbi Izraelin, dhe së fundit duke goditur Iranin me pretendimin bazik që po zhvillonte armë të dëmtimit në masë. Ajo që duhet theksuar është që
për momentin ai është përfshirë në shumë betejë dhe deri në këtë moment që ne flasim është i bazuar më së shumti dhe kryesisht në superioritetin teknologjik që ka të zhvilluar shumë vitet e fundit dhe bazohet në element të karakterit të befasisë strategjike, element të përdorimit të aviacionit super modern që ka, nga më modernët në rajon, bazohet në element të kombinimit të luftimit me zbulimin, me elementet që zhvillohen të rend nga forcat speciale, pra është një operacion shumë kompleks që mund ta kryejë vetëm një ushtri e mirë përgatitur. Por hir të vërtetës, ushtria izraelite ka një pjesë të madhe të këtyre karakteristikave të zhvilluara dhe ka dhe disa avantazhe në rastin konkret. Avantazhi i parë ishte befasia, avantazhi i dytë është që shtabet e tyre janë shtabe të kombinuara, pasi një numër shumë i madh shtete zhvillojnë kapacitete ushtarake, por problemi më i rëndësishëm është kush mund t'i bëjë ato t'i realizojë veprimin e tyre në terren si një orkestër. Shtabi ushtarak që ka Izraeli është një shtab i cili ka vite në luftë dhe ka një eksperiencë goxha të grumbulluar. Elementet e tjerë pastaj janë të kombinuar me aftësinë e Iranit për të kundërvepruar. Ata po i përdorin kapacitetet e tyre, por siç tregojnë të gjitha informacionet, kanë patur një mungesë të theksuar të zhvillimit në aviacion, që e përdor si kapacitete dhe si avantazh në krahun e vet Izraeli dhe në kapacitete tjera informative. Unë mendoj që profesori e di më mirë që në fund të ditës lufta është përplasje vullnetesh, thot Klausevici, kështu që nuk e di cili do jetë fundi, po them që ata që do kenë vullnetin për të mos e ndërprerë këtë betejë. Gjithsesi, ndërhyrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës i rikthehem dhe njëherë idesë tuaj në fillim, e mendoj si pozitive jo në pikpamje ushtarake, se sa në pikpamje të përfshirjes së drejt për drejt të shtetit më të fuqishëm të botës. A është ndoshta ndërhyrja e Amerikës se kjo edhe ndoshta një presion diplomatik për ndryshimin e regjimit? Pra nuk jemi në, sipas jush gjithmonë, nuk jemi në pragun e një lufte të re? Nuk di ta them këtë, se zhvillimet e fundit janë shumë dinamike, siç është një nga zhvillimet më të fundit, ju e keni dëgjuar, është vendimi i parlamentit iranian për bllokimin e ngushtisë së Hormuzit, e cila do ketë impakt në gjithë tregtinë botërore, në çmimet e naftës. Janë komplekse ndikimet dhe interesat përplasur në këtë rajon. Por në fund të ditës, ata që mund të japin zgjidhje këtu janë natyrisht vendet e përfshira, po me një prezencë ndërkombëtare të fuqishme dhe më të fuqishme se Shtetet e Bashkuara sot për sot nuk ka. Këtë të prek më shumë ky vendim i parlamentit iranian? Nga pikpamja ekonomike, unë mendoj që do prek më shumë Kinën, pasi Kina zhvillon tregtinë më të madhe nëpërmjet këtij. Megjithse ata e kanë provuar edhe një herë më parë dhe teknikisht nuk e kanë realizuar dot që ta mbajnë të bllokuar, pasi nga pikpamja e të drejtës ndërkombëtare nuk lejohet mbyllja e një ngushtice kur lidh dy dete kontinentale, siç janë këto. Dhe në këtë pikpamje, ata po shkelin drejtën ndërkombëtare. Në pikpamja pragmatiste, Kina do goditet më fort. Shtetet e tjera natyrisht që kanë interesa. Unë besoj zgjidhja në rast se do ta realizojnë, do jetë prapë me task force, siç është bërë edhe më parë. Shtetet të cilat janë progresiste dhe që kanë fuqi, do krijojnë task force për të kontrolluar, për të shoqëruar me mjete ushtarake lëvizjen e mjeteve. Nuk e besoj që do ketë mbyllje hermetike. Profesor, unë do të shtoja diçka që shumë analistë krahasojnë çfarë mund të ndodhi në ngushticën e Hormuzit me krizën që ndodhi në vitin 1973, krizën e madhe të naftës, ajo që çoi edhe në formimin e Geshtatës në atë periudhë. Duke qenë se aty kalon mbi 20% e energjisë botërore, prekja e saj do të jetë mbarë-botërore, do të jetë edhe në Europë, do të jetë pothuajse në të gjitha vendet, pasi ajo do të shoqërohej nëse do të ndodhë direkt me ngritjen e çmimeve. Dhe ne dim fare mirë që ngritja e çmimit të karburantit sigurisht shkon zinxhire dhe në të gjithë. Edhe efektet e saj. Dhe mendohet që kalohet në një krizë ekonomike botërore në një rast të tillë. Ndërkohë, profesor, si mendon, ka vërtet Irani kapacitetin ushtarak dhe strategjik për t'ju kundërpërgjigjur Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve të saj?
Irani është një vend që për gjithë këtë periudhë ka menduar dhe konsiderohet si një fuqi rajonale. Pika delikate në këtë mes qëndron në faktin se është vetëm 60 kilometra larg e gjithë kjo ngushticë dhe ekzistojnë kapacitete, por ajo që thamë, duke qenë se do preken interesat e mjaft vendeve ose të mbarë botës, presioni do t'jeti i madh që më përpara për të bërë një mbyllje të tillë, pasi nuk preket vetëm Shtetet Bashkuara apo vendet që Irani i konsideron armiqe, por preken të gjithë vendet e botës dhe sigurisht që presioni do t'jetë dhe më përpara në mënyrë të tillë që të shkohet drejt bisedimeve më parë se sa të shkohet drejt masave ekstreme. Sigurisht këto do t'jenë çështje ditësh. Edhe do t'i shohem si do t'vijoj. Pak më lartë, tha që Irani ka vërejtur ose ka kuptuar gjatë kësaj që qalon në aviacion. Në fakt, ka kapacitet ose kapacitetin e duhur si ushtarak, po ashtu edhe strategjik për të sulmuar dhe për t'ju kundër përgjigjur Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve? Ka kapacitet. Irani është shtet modern në pikpamje të zhvillimit shoqëror. Ai ka plot probleme në raport me, sepse është një shtet i cili drejtohet nga ajatollahët, pra drejtimi i tij ka qenë nivelet e drejtimit i tij kanë qenë të fokusuara tek muslimanizmi më së shumti në kuptimin fetar. Megjithatë është një shtet që ka mbi 40 universitete, ka një histori shumë të gjatë, është shtet i zhvilluar, është një shtet me shumë resurse dhe me histori të lashtë nga koha e persëve. Në këto kondita mendoj që zhvillimi i tij ushtarak nuk ka paraqitur eksaktësisht në gjykimin tim, nivelin e zhvillimit shoqëror po ta quaja kështu, pasi nuk kanë parashikuar cilat janë rreziqet e sakta. Në kuptimin numerik kanë 500 ca avion, në raport me 600 ca që ka Izraeli, por i kanë të viteve 70-80 të pa modernizuar, dhe një pjesë e madhe e tyre për shkak të befasisë strategjike, Izraeli goditi pa u ngritur nga toka, kështu që e ka ulë edhe më shumë aftësinë e zotrimit të ajrit. Ju e keni dëgjuar që ka rreth 6 apo 7 ditë më tepër që kontrolli i hapësirës ajrore i ka kaluar në pjesën perëndimore të vendit Izraelit. Kanë fuqi me raketa, kanë zhvilluar një sistem të tërë raketash balistike, por gjithsesi këtu bëhet fjalë për të balancuar fuqinë me Izraelin. Po të flasim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë nga pikpamja e buxheteve, qoftë nga pikpamja e fuqisë luftarake të projektuar, është e pakrahasueshme. Madje edhe me vetë Izraelin, pavarësisht se janë 92 milion, kanë buxhetin rreth 23, gati gjys për gjys me Izraelin që ka pothuajse 46 miliard dollar buxhetin. Kështu që investimet në fushën e mbrojtjes kanë qenë pak të disbalancuara, e gjykoj që këto çfaqin edhe në objektivat në terren. E qartë. Ndërkohë, profesor, kemi parë edhe qëndrimin e vendeve të gjirit. Duket se kanë patur një qëndrim, një qetësi ta themi strategjike kjo nga ana e tyre. Pse? Është fakt që, e thamë edhe më përpara, Irani në këtë rajon është një fuqi rajonale, me ndikim dhe konsiderohet edhe si një nga vendet më të fuqishme. Ndërkohë, vendet e tjera të rajonit janë të interesuara për stabilitetin e rajonit në një mënyrë të tillë që çdo lloj konflikti, sido që të ndodh, që të ndodh, do t'i prek në një formë apo në një tjetër edhe vendet e tyre. Nga ana tjetër, lidhja që një pjesë e tyre kanë me perëndimin dhe veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që i vendos ata edhe në një pozitë më të vështirë. Ata e njohin fuqinë e Iranit, njohin gjithashtu, ndodhen në mes të një, si të thuash, pozicioni mjaft delikat, ku në radhë të parë u intereson stabiliteti rajonal. Në këto kushte, vihet e re që ata gjithashtu janë në lëvizje për t'i çuar të dy vendet tashmë edhe të tretë drejt dialogu. Sa do të arrijnë? Pra, është një mbështetje heshtur? Ndoshta pra ky neutralitet është edhe një mbështetje në heshtje? Ose ndoshta edhe për të mos prishur këtë destabilitetin që edhe ju e Më tepër ata janë të interesuar, sepse ata i njohin
pozicionin e tyre, fuqinë e tyre për të ndikuar në këto ngjarje, por njëkohësisht njohin edhe pasojat që do të kishte më tej zgjerimi i konfliktit. Në këto kushte atyre u intereson jo të, si të thuash, të mbajnë anë nga njëra apo tjetra palë. Kjo është rruga më e mirë, ndoshta që ato mund të ndishin, vetëm pjesa e neutralitetit? Përndryshe ata do të, përveç neutralitetit, mbetet që të angazhoheshin në njërin apo në tjetrin krah. Ato nuk janë vende me fuqi të tillë të krahasueshme me Iranin. Ne bëm, si të thuash, një raport fuqie midis Iranit, Izraelit dhe Amerikës, por nga ana tjetër Irani është fuqi dominuese në atë rajon. Përveç çfarë përmendi dhe generali më përpara, edhe si të thuash, elementet proksi që Irani ka pothuajse përqark gjithë atyre vendeve apo në lindjen e mesme. Zoti Mullaj, çfarë do të ndryshonte nëse do të kishte një qëndrim ndryshe nga vendet e tjera të rajonit? Në kuptimin që? Nëse do dilni në mbështetje të njërës palë apo të tjetrës, ose ndoshta do të ishin edhe negociatore për një dialog të mundshëm. Nuk e di se si mund të qëndronin ato karshi këtyre dy vendeve dhe karshi këtij konflikti. Marrëdhëniet në lindjen e mesme janë marrëdhënie shumë komplekse, edhe të prekura vazhdimisht nga interesat kryesisht të këtyre dy vendeve. Izraeli ka qenë më së pari me ekzistencën e vet, e tërë marrëdhëniet e vendeve perëndimore kanë qenë kryesisht të fokusuar në mbijetesën e Izraelit, po edhe në krijimin e qeverive sa më paqësore dhe demokratike për vendet e tjera. Kështu që në këtë pikpamje interesat nuk është vetëm ndryshimi brenda rajonit, po është edhe si do jetë ai si do vendoset në pozicionin reciprok me të gjithë marrëdhëniet ndërkombëtare. Unë mendoj që këto kostot, në qoftë se do t'i quajë të tilla, nuk është vetëm cila do jenë marrëdhëniet në të ardhmen. Unë mendoj që kostot kryesore bien mbi popullsitë. Në qoftë se do shikoni shifrat, 90-92% të gjithë të vrarëve janë jo ushtarak, pra janë civil. Pra kosto kryesore bien mbi civilët në këtë konflikt. Dhe që nga dita që ka filluar konflikti në lindjen e mesme, janë të paktën deri në këtë moment mbi 57.000 të vrarë, shumica prej cilëve janë gra dhe fëmijë, njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me konfliktin. Kështu që në këtë pikpamje them që për këtë shkak dhe për këtë pasojë, unë mendoj që ngritja e opinionit publik në të gjitha këto vende, po kryesisht në vendet e zhvilluara, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po qoftë dhe brenda Izraelit, edhe brenda Iranit njëkohësisht, do t'i vërë qeverit në presion që do t'ulen në tryezë. Nuk ka zgjidhje të tjera që vinë nga hëna. Okej, përdorimi forcës, përdorimi mjeteve të tjera diplomatike ka rëndësinë e vet, tek e fundit opinioni publik vendas kryesisht është ai që i do i çojë drejt tavolinës dhe i tryezës liderët që tani për momentin e kanë kokat e nxehta për shkak të situatës. Për ushtarakët ekziston një thënie e tillë, nëse nuk do të shkelin këmba e ushtarit në njërin apo në tjetrin vend, ai vend nuk do të konsiderohet ndonjëherë i pushtuar. Me çfarë shohim gjatë kësaj kohe, ne nuk, përveç se këto janë dy vende jo kufitare me njëri tjetrin, por nuk shohim plane apo lëvizje të forcave për të ndërmarrë një inkursion me trupa në njërin apo në tjetrin. Kështu që nuk mendohet që do të ketë fitues nga kjo luftë. Mendohet që kush do të shkatërrohet më tepër në një rast të tillë. Dhe kush do të detyrohet më shpejt për të shkuar drejt tavolinës së bisedimit. Pra kush do të tërhiqet e para? Ndoshta, domethënë, gjithë përplasja është për të gjetur një pozicion më të mirë apo kush i ka mundësitë në logjikën tuaj të tërhiqet e para nga kjo luftë? Sigurisht që i intereson Iranit, por që duket i vendosur momentalisht që nuk do të tërhiqet. Absolutisht, sepse edhe opinioni është i tillë se konsiderohet që u godit jo vetëm në, si të thuash, forca në mjete, por u godit edhe në simbolet e veta. Një rast të tillë. Ndërkohë, profesor, edhe në Shqipëri, në Manz, është kampi i iranianëve që konsiderohen si opozita dhe kundërshtarët më të mëdhenj të regjimit iranian. Pse nuk përmenden mujahedinët dhe çfarë duhet ti tremba ato? A do të përfshihet Shqipëria në këtë konflikt?
Duke qenë se është vendi që i strehon? Unë nuk mendoj që Shqipëria do të përfshihet ndonjëherë për shumë arsye. E para njëherë elementi Mujahedin mund të kishte më tepër ndikim në një situatë tjetër kur Irani nuk ishte të tillë kundërshtar përpara. Por nga ana tjetër ne jemi një vend i NATO-s dhe nuk do t'i interesonte asnjëherë Iranin të hapte një front të dytë. Në këtë rast, sepse të godasësh dhe NATO në këtë periudhë është njësoj si e ke pranuar që nuk ke mbritur drejt fundit të antë. Nuk mendoj për momentin edhe angazhim të elementit Mujahedin në këtë rast. Sa e hapur ose sa përballë këtij konflikti është Shqipëria? Sa e ekspozuar është ajo në këtë konflikt? Duke qenë vendi që strehon opozitën iraniane, pra kundërshtarët më të fortë të këtij regjimi? Unë nga pikpamja politike rezervoj të drejtën mos i hyj kësaj analize pasi nuk kam ekspertizën e dur, po gjykoj vetë në rrethanat që ndodhemi që ajo çfarë kishte për të ndodhur, nëse do të themi me fjalë thjeshta ka ndodhur. Pra ato kosto që ne do merrnim për shkak të faktit që kishim rënë, e morëm nëpërmjet sulmeve kibernetike të kryera nga Irani mbi infrastrukturën tonë digjitale, që është e cila në fakt nga njëra anë ngritin e më shumë gatishmërinë, nga ana tjetër ka mundësoj, si me thënë, ose më saktë përshpejtoj veprimtarinë, aktivitetin e shtetit shqiptar në ngritjen e strukturave për mbrojtjen kibernetike, të cilat janë në rrugë të mbarë si në pikpamje strukturore dhe në pikpamje të investimit. Tashmë janë krijuar dhe brenda forcave të armatosura një komandë kibernetike, është krijuar edhe në rang shtetëror një komitet, e po punohet intensivisht me partnerët, natyrisht që gjithçka bëhet hap pas hapi në koordinim të plotë me aleatët strategjik, edhe për shkak të kapaciteteve, po edhe për shkak që siç e theksoi profesori duke qenë antar të NATO-s, ne duhet i kemi në të njëjtën gjatësi vale të gjitha përpjekjet tona për të mbrojtur në pikpamje kibernetike, për të mbrojtur sistemet, edhe për t'i dhënë mundësi veprimtarisë tonë në këtë nivel, në nivelin kur gjithçka kalon përmes kompjuterave, që të jetë një veprimtari e koordinuar shtetërore dhe ndërshtetërore në organizatat ku bëjmë pjesë. E qartë. Do të vjojmë bisedën drejt për drejt me të ftuarit përse përket konfliktit Iran-Izrael, ndërkohë që e lam në fakt pikërisht tek ekspozimi i Shqipërisë si një vend strehues i opozitës iraniane. Në fakt, profesor kryeministri është arrestuar hapur në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e vlerësoni këtë qëndrim nga pikpamja diplomatike? Unë konsideroj një qëndrim të natyrshëm të shtetit tonë, një rast të tillë, por nuk është vetëm Shqipëria që arreshtohet në krah të Amerikës. Ishte më përpara Gjermania, ishte Anglia, pothuajse të gjitha vendet e Evropës. Ato nuk kanë shprehur ndoshta gatishmërinë për t'u angazhuar direkt në këtë, por nga ana tjetër kanë mbështetur të gjitha idenë që Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore për shkak të vetë propagandës që Irani ka bërë deri në këto momente që me armët bërthamore mendon zhdukjen e një shteti tjetër. Ndryshe, edhe vendet e tjera të lindjes mesme kanë probleme me Izraelin, por askush nga ato nuk ka dalë me deklarata siç kanë dalë ajatollahët në Iran. Në këto kushte, unë mendoj që vendi jonë përsëri ka marrë një pozicion të natyrshëm në krah të Shtetit Bashkuar, por në një rast të tillë edhe në krah të gjithë politikës evropiane. Zoti Mullaj, e tham dhe pak më lartë pra që kishte një sulm kibernetik në faqen zyrtare të Bashkisë Tiranës. Në fakt, sa rrezik real është kjo për vendin tonë? Nuk jam ekspert për mbrojtjen kibernetike, por ajo që di është që sistemet tona ditë për ditë updatohen dhe ditë për ditë koordinohen me njëri tjetrin, pra janë të lidhur në kuptimin e komunikimit ndërqeveritar, po dhe ashtu me partnerët tanë, komunikim që kemi me NATO-n edhe me organizatat e tjera në cilat bëjmë pjesë. Kështu që në këtë pikpamje, goditja e rrjeteve, përveç goditjes në pikpamje infrastrukturore që të anomalizon punën, energjinë, transportin, shkollat, spitalet, ajo të ndikon drejt për drejt edhe në komunikimin e sigurt me këto. Në këtë pikpamje,
Mendoj që ne tashme kemi kaluar atë fazën e fillestare, jemi në një fazë goxha të konsoliduar. Nuk di të them parametrat sa gjë, se është një fush jashtë ekspertizës time, por sidomos në pikpamje ushtarake, ngritja e komandës, krijimi i komandë krejtësisht të re, komandës të mbrojtjes kibernetike, e quaj si një hap shumë të rëndësishëm drejt konsolidimit dhe institucionalizimit, e cila do na japi mundësinë edhe që të thithim investime në këtë fushë duke u modernizuar çdo ditë për të qenë sa më pranë me standardin e aleancës së NATO-s. Ndërkohë ka patur her pas here dhe dyshime që iranianët e kampit të Manzës kanë patur takime me zyrtar izraelit. Nuk e di nëse ju keni informacione për këtë dhe nëse kjo është e vërtet, sa rrezikohet siguria e vendit? Nuk mendoj, e para nuk kam informacion për këtë gjë, se kjo është një çështje e shërbimeve të inteligjencës. Por ajo që di në strategjinë e fundit ushtarake të sigurisë kombëtare të Izraelit, ata parashtrojnë disa elementë në mënyrën se si do reagojnë ata për ta mbrojtur vendin e tyre, dhe një nga elementet është zhvillimi intensiv i inteligjencës brenda dhe jashtë. Kështu që në këtë kontekst janë të gjitha mundësitë që inteligjenca e tyre të ketë. Unë informacion për këtë nuk kam, edhe nuk dua të abuzoj me. Sigurisht. Unë do të shtoja diçka këtu, nëse më lejohet. Nuk ishte Shqipëria që e konsideroi Iranin për pa shtet armik. Ishte vetë Irani që na konsideroi neve si një djalë i vogël dhe na ka shpallur një shtet armik. Në këto kushte, midis moralit dhe interesi jonë është pikërisht që neve të jemi në krah të shteteve të cilat si të thuash, janë për të neutralizuar fuqinë agresive të këtij shteti në këtë kushte. E qartë. Ndërkohë, profesor, në kushtet e këtij konflikti, në gjithë këtë situatë, në gjithë këtë klimë, a do duhej që presidenti Bayram Begaj të kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare? A jemi në këtë situatë? Pyetja ju është mjaft e vështirë për mua në këtë kushte, po unë do të thosha që situata duhet parë në një kënd edhe më të gjerë. Nuk është vetëm Irani dhe në Izraeli në këtë moment, por ne duhet të shohim fare mirë në një kënd edhe më të gjerë, se duket sikur pushoi konflikti i Rusisë në Ukrainë. Duket sikur Rusia apo fuqitë e tjera nuk kanë me ndikim në rajonin tonë. Ndërkohë që fare mirë ne dim që jemi në një rajon që pothuajse është angazhuar në të gjitha llojet e luftrave që janë bërë në këtë shekull dhe në shekullin që kaloi. Kështu që menaxhimi i situatës së sigurisë pothuajse bëhet çdo ditë, nuk bëhet në një moment të caktuar, dhe unë vlerësoj të gjitha hapat që janë ndërmarrë nga qeveria për rritjen e kapaciteteve dhe njëkohësisht për shprehjen e qëndrimeve tona publike gjithmonë në krah të aleancës. Do dëshiroja të shtoja faktin që ju besoj e dini, patjetër që nesër mblidhet samiti NATO, do zhvilloj punimet, edhe ai në fokusin e vet ka demonstrimin e aftësisë NATO-s për të balancuar nevojat imediate që ka NATO në kuptimin e shkurajimit të gjithë atyre përfshirë dhe shkurajimit atyre që ndërmarrin veprimtari për sulme kibernetike, edhe bashkë me përshtatjen afatgjatë. Është një lloj ekuilibri mes gatishmërisë operacionale dhe inovacionit strategjik. E në këtë pikpamje, vendimet që do merren atje që janë shumë të rëndësishme, që tashmë janë anoncuar një pjesë e tyre, kanë të bëjnë me rritjen e dukshme të përqindjes në GDP-s për mbrojtjen, nga 2 që e kanë si kufi të orientuar tashmë një pjesë e madhe e shteteve, ku bëjmë pjesë edhe ne, do shkojnë në 3.5% të cilët do shkojnë në modernizimin e pajisjeve, edhe do ketë gjithashtu anoncimet thellimit të mëtejshëm të iniciativave për mbrojtjen dhe sulmin kibernetik, për kapacitetet kibernetike. Kështu që mendoj tërë këto zhvillime, duke qenë dhe ne antar aktiv të aleancës, do kenë impaktin e tyre edhe në rritjen e kapaciteteve të Shqipërisë në të ardhmen, fokusuar te ky drejtim. Ndërkohë, profesor, përveç ndërhyrjes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sigurisht që Donald Trump në një farë mënyrë ka kërcënuar Iranin se është i detyruar të shkojë në atë tavolinën që folëm pak më lart edhe të arrihet paqja, sepse nuk ka një rrugë tjetër veç kësaj. Në fakt, si duhet merren këto kërcënime ose
çfarë qëndrimi mban Irani pas këtyre kërcënimeve? Sa e ndezin këto kërcënime situatën apo e heshtin? Është e vështirë për të shprehur pozicionin e Iranit në këto momente, por është logjike që në fund të çdo konflikti, në fund të çdo lufte, është tavolina ajo që do të vendosin për të ardhmen. Dhe sa më shpejt që palët të ulen në tavolinë, aq më mirë do të ishte për të gjitha, si për Iranin, po ashtu dhe për Izraelin, apo Shtetet Bashkuara, apo komunitetin ndërkombëtar. Ne dim fare mirë që çështja e Iranit nuk ka qenë vetëm një çështje midis Izraelit dhe Iranit, por ka qenë, nëse do të kujtojmë që nga marrëveshjet që bën 5 vendet e mëdha botërore për pasurimin e uraniumit me Iranin, por që zhvillimet ndërkombëtare më vonë ndryshuan mjaft në këtë. Gjithçka unë mendoj që do të shkojë përsëri dhe e mendoj si logjike që sa më shpejt të gjenden kushtet që vendet të ulen në tavolinën e bisedimeve, aq më mirë do të jetë për ata që heqin pasojat e këtyre luftimeve. Zoti Mullaj, sa real është rreziku për përfshirjen më gjerë rajonale apo për hapjen e një lufte? Unë që t'jemi drejt për drejt me pyetjen tuaj, nuk mendoj që ka ndonjë rrezik real. Ose më saktë mendoj me përqindje të ulët rrezikun e përhapjes, mendoj që do mbetet aty, mendoj që do ulet Irani në tavolinën e bisedimeve, dhe kjo për shkak e para të momentit, e dyta të përfshirjes së Shtetet Bashkuara që është shumë deciziv, përfshirje e qeverisë amerikane dhe e aseteve që ata kanë. E treta për shkak të kostove të mëdha që operacionet kanë. Mund t'ju them vetëm që operacioni për goditjen e 3 vendbazimeve ku zhvillohej uraniumi ka kushtuar $180 milion. Vetëm goditja e një nate. Janë shumë të kushtueshme. Nuk po flas këtu për investimet kapitale të Izraelit, i cili 10 vitet e fundit ka investuar mbi $11 miliard vetëm për të goditur Iranin, dhe anasjelltas kosto maramondse 1.2 milion kushton një raket dhe me radhë janë kosto maramondse. Nga ana tjetër, kostot më të mëdha e thash janë për popullsinë dhe për dëmtimet që shkakton. Mund t'ju them që ka rënë rreth 13% GDP e këtyre vendeve për 2 ditë, për 2 ditët e fundit. Nga ana tjetër, mbi 29% e popullsisë ngelet pa punë për të tëra shkaqet, për përfshirjen forcat armatosura, për lënien e punëve atje ku janë, për dëmtimin e një numri objektesh. E nuk po flasim këtu për humbjet e shtëpive që janë pa numër, për humbjet e civilëve, për lënien e shkollave në mes, kostot mbi shoqëritë respektive, jo vetëm të këtyre 2 vendeve, por të gjithë rajonit, janë kosto aq të mëdha sa që gjykoj që në fund të ditës udhëheqësit e këtyre vendeve, ata që do marrin vendimet, do detyrohen të ulen në tavolinë parë nga të gjithë faktorët detyrues, moral, etik, po edhe të forcës. Pra ju mendoni që përfundimi i këtij konflikti do të jetë tavolina marrëveshjes? Mendoj që nuk do ketë zgjerim për momentin, pastaj ato do varet nga zhvillimet e tjera dhe qëndrimi dhe i faktorëve të tjerë ndërkombëtar, se nuk janë vetëm këto, organizatat ndërkombëtare kanë më shumë se kaq. Natyrisht që interesat janë të përfshirë mesdheu, edhe lindja e mesme është një zonë ku përplasen interesat e të gjithë fuqive botërore. Ndërkohë, profesor, edhe Irani përpos kërcënimeve të SBA-ve për gjetjen e një paqe edhe për uljen në tavolinë, ka edhe Irani ato kundërpërgjigjet e veta dhe ka thënë që do të godasë bazat amerikane. Në fakt, cilat vende do të preken më shumë nga kjo? Shtetet Bashkuara kanë rreth 40.000 trupa në lindjen e mesme dhe këto pothuajse janë në të gjitha vendet e rajonit, që nga vendi fqinj Iraku, kanë në Emiratet e Bashkuara, kanë në Arabinë Saudite, por unë nuk besoj se Irani do të jetë i interesuar që të bëjë diçka të tillë, sepse kjo do ta zgjerojë edhe më tepër konfliktin në një konflikt ku balanca e fuqisë nuk është në favor të tij. Dhe në një rast të tillë kuptohet që fuqia e Shteteve Bashkuara është dërmuese, por ato që do të vuajnë përsëri do të jetë
popullsia, sepse çdo lloj goditje, çdo lloj sulmi të parët e të fundit që goditen më tepër nuk janë forcat ushtarake se sa është popullsia civile. Njëkohësisht pasojat do të jenë ekonomike, gjenale përmendi edhe më përpara rënje ekonomike, krizë ekonomike. Irani sigurisht e ka të vështirë të dalin nga ky moment pa në thonjë, pa u hakmarë në këta, por përsëri është mjaft e vështirë. Unë mendoj që edhe në të ardhmen ai do të vazhdoj të goditet me Izraelin, por nuk besoj se do të godasin forcat amerikane që ndërkohë nuk kanë marrë të gjitha masat, gjithashtu që të sigurohen aty ku ndodhen në të bashkë. Por roli i Rusisë dhe i Kinës indirekt në këtë konflikt, çfarë roli po mbajnë? Është interesant. Në mënyrë publike ata kanë dënuar sulmin e Shtetet Bashkuara mbi bazat e pasurimit të uraniumit, por nga ana tjetër ata u kanë bërë thirrje e palëve që të mos të zgjerojnë, të vetë përmbahen, mos të zgjerojnë konfliktin dhe të shkojnë drejt të uljes në tavolinën e bisedimeve. Ata kanë edhe më tepër interesa dhe nuk do të dëshironin që në një rast të tillë konfliktit të i kalonte edhe rajonin. Fare mire përmendëm pak më përpara që mbyllja e ngushticës Hormuzit do të veçanërisht Kinën, veçanërisht në Europën, por edhe në një masë edhe Shtetet Bashkuara, por më pak Rusinë në një rast të tillë. Zoti Mullaja mund të përdori në këto momente, këtë konflikt Rusia dhe Kina ndoshta për favoret e saj, për të dobësuar perëndim. Pra mund ta përdorin për të mirën e tyre, kështu në mënyrë indirekte? Ata vetëm për të mirën e tyre do ta përdorin, kështu që unë nuk e di se sa do ta realizojnë ata që objektivat e tyre të realizohen. Por ajo që gjykoj për konfliktin e tërësi, ngelen të dyshimta një numër i veprimeve në terren parë si ushtarak, jo parë si një analist kjo. Një nga gjërat që të bën përshtypje është mungesa e vizionit të udhëheqjes iraniane për janë kapur në befasi strategjike nga sulmi izraelit, ndërkohë që kishin kaq kohë që e dinin që armiku kryesor është ai dhe ata po synonin të njëjtën gjë. Pasi u goditën herën e parë për 6 ditë rresht, u kapën prapë në befasi nga forcat amerikane, që tregon në gjykimin tim personal apati të shtabeve të tyre. Edhe kjo apati besoj që do të transmetohet edhe në reagimin militar, kështu që kjo është një argument më tepër që do të çojë në uljen bisedime. Kurse për të ardhur te pyetja juaj, po natyrisht që e shfrytëzojnë, më së pari në gjykimin tim rusët e shfrytëzojnë duke tentuar të fitojnë terren në Ukrainë, aq shumë sa të munden që kur t'i vira dhe uljes në bisedime të kenë sa më shumë territor të kapur, të lozin rolin e faktit të kryer. Ndërsa Kina e ka më të moderuar politikën, gjithsesi edhe ajo është përfshirë me dërgim ndihmash. Ajo që vihet re në pikpamje ushtarake, i kthehen prap profesionit, nuk e gjykoj që është furnizuar me aq shumë informacion Irani nga këto dy fuqi të cilat jam i sigurt që kanë patur më shumë informacion se Irani vetë për të dyja sulmet që u morën njëra pas tjetrës, dhe për atë çka bëri Izraeli me ta, po dhe për sulmin amerikan. Kështu që e gjykoj, siç e tha profesori, që ata në një farë mënyre po luajnë një rol të ndërmjetëm, pa dalë kundra, po jo duke ndihmuar me të gjithë kapacitetin e tyre, për shkaqe të interesave të më pastajme se si do zhvillohet në terren. Apo përdoret ndoshta edhe ky konflikt nga politikan edhe si Donald Trump për efekt elektoral? Nuk e di ta them këtë gjë, kjo është fushë politike, mund të pyesësh profesorin më mirë, po ajo që di është që Donald Trump, me sa shohim ne nga mediat, fillimisht ishte kundra ndërhyrjes dhe gjykoj fakti që më pas ndryshoi qendrim ka të bëjë me atë që në gjykimin tim është strukturat që kanë poshtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, strukturat e sigurisë, ja kanë bërë aq të qartë nevojën për ndërhyrje që ai ndryshoi qendrim dhe mbritëm deri tek ndërhyrja. Profesor? Mendoj se si çështje ka përcen nivelin e një vendi se ngrihet mbi nivelin e marrëdhënieve ndërkombëtare,
Sigurisht që ajo mund të shfrytëzohet fare mirë si brenda, por edhe jashtë. Por unë mendoj që ky problem nuk u krijua, ky problem ekzistonte edhe më përpara. Për shembull, nga njëri krah në Shtetet Bashkuara ekzistojnë ngrihen kritika që presidenti i ka përceu fuqitë e tij legjislative duke ndërmarrë këtë akt. Nga krahu tjetër dalin atë që nuk bën 4 president më përpara, e beri presidenti Trump. Gjithmonë debatet të tilla do të ekzistojnë, por një gjë mbetet që konflikti Izrael-Iran dhe më pas edhe Shtetet e Bashkuara është me implikime më tepër se sa për vendet, është me implikime rajonale. Ndaj, pothuajse të gjithë aktorët do të jenë të interesuar për menaxhimin e tij. Profesor, faleminderit shumë që ishe në studio me mua. Kënaqësi, zoti Mullaj, faleminderit shumë që ishe në studio.